I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha, të nderuar deputet, kandidat për deputet, të nderuar qytetarë të Shkodrës, demokratë të Shkodrës. Është kënaqësi për mua të jem sot këtu mes jush në këtë moment kaq të rëndësishëm për qytetin dhe për vendin tonë. Zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Shkodra ka qenë gjithmonë zemra e demokracisë dhe bastioni i vlerave europiane në Shqipëri. Ne si qytetarë të saj e kemi treguar gjithmonë se nuk i nënshtrohemi pajidrejtësisë, korrupsionit dhe autokracisë. Sot Shkodra dhe Shqipëria ndodhen në një udhëkryq të rrezikshëm. Ekonomia është në krizë, çmimet janë rritur, bizneset po mbyllen, të rinjt po largohen. Sepse nuk shohin asnjë mundësi për të ndërtuar të ardhmen këtu. Korrupsioni, keqësverisja e kanë shndruar qeverinë në një grup oligarkësh që pasurohen çdo ditë dhe që qytetarët varfërohen çdo ditë. Demokracia është e rrezikuar sepse kemi një pushtet që përpiqet të shuaj çdo zë opozitar, të kapë çdo institucion, të instalojë frikën dhe nështrimin. Të tilla kanë qenë në një mënyrë ose një tjetër të gjitha qeverisjet komuniste, neokomuniste, oligarko-komuniste në Shqipëri. 44-90 shtypje, krim, varfëri, izolim, si asnjëherë më parë as nga pushtuesit shekullor të Shqipërisë. 97-2005, përsëri varfëri, dënime kolektive, diskriminim, sidomos në Shkodrës, ku nuk u pa asnjë investim, ku kishte terr të 16 orë në ditë. Aq sa Shkodra krahasohej me Kandaharin. 2013 deri më sot është sofistikuar diskriminimi mafioz i zonave tona, ku deri para 2 vitesh nuk kishte asnjë investim, me gjithë projektet e pafund të depozituar nga pushteti lokal pranë qeverisë. Sot Liçeni, Taraboshi, Kalaja, Thethi, Vermoshi, Velipoja, Pjaca Shkodrës në rrjetet sociale duket sikur janë bërë nga Partia Socialiste dhe nga Bashkia e sotme, të cilat nuk kanë dhënë asnjë kontribut në këtë zonë. Partia Demokratike ka lënë si forcë shprese, ndryshimi për këtë. Ne kemi treguar se jemi forca e vetme që mundet të përballet me këtë qeveri të korruptuar dhe të rikthejë normalitetin, zhvillimin dhe të drejtën në Shqipëri. Ne kemi treguar me prova, por sidomos në Shkodër, dihet më mirë se kudo tjetër, se qeverisjet më të mira dhe ndryshimet më të mëdha janë bërë në vitet 92-96 dhe në vitet 2005-2013. Në atë periudhë, për një kohë shumë të shkurtë, nga 6 deri në 8 orë energji elektrike, e kthyme qytetin e Shkodrës dhe zonat e saj me 24 orë energji elektrike. Janë investuar rreth $200 milion për rreth 800 kilometra rrugë kombëtare e lokale të ndërtuara ose të rikonstruktuara. Sot as 50 kilometra s'bëhen më të shumë që kemi harxuar ne. Janë rikonstruktuar 80 shkolla, 20 janë ndërtuar të reja. Sot ato shkolla po boshatisen nga mungesa nxënësve, nga ikja e tyre. Janë ndërtuar 30 qendra shëndetësore dhe 20 janë ndërtuar të reja. Është rehabilituar spitali rajonal. Sot fatkeqësisht mjekët, infermierët po ikin. Dhe Shkodra dhe gjithë Shqipëria po met edhe pa këtë shërbim. Janë investuar $10 milion në bujqësi për mbrojtjen e tokave, subvencione për rreth 1000 hektar vreshta, ullishta e pemtore, të cilat përsëri sot po braktisin. Edhe $34 milion janë investime në ujësjellse. Këto investime bën hapjen dhe regjistrimin e masë 1000 bizneseve të reja për një kohë shumë të shkurtë. Nderuar demokratë, rikthimi i vlerave demokratike e prosperitetit të vendit e të Shkodrës në veçanti kërkon impenjim, kërkon bashkim. Kërkon që ne të besojmë këtij ekipi të ri përfaqësues, ashtu si dikur që rrëzum komunizmin, duhet
të ringrihemi për të shpëtuar Shqipërinë nga kapja e një pushtetit pa përgjegjshëm. Prandaj sot ju ftoj të jemi gjithë bashkë, të jemi më të fortë se kurrë, të jemi më të bashkuar se kurrë, sepse Shkodra nuk duhet dorëzohet. Shqipëria nuk duhet dorëzohet. Demokracia duhet fitojë përpara drejt fitores. Faleminderit. Ju falenderoj shumë zoti Astrid Bushati. Tani është momenti të ftoj mësuesen Maria Koliqi.